nga Gramozi, unë dua të kaloj tek ata që askush si përmendi, se të gjithë thonë socialistët kështu në tërësi, por që janë arsyeja bazë e të gjitha sukseseve tona elektorale që janë patronazhistët e Partisë Socialiste. Patronazhistët e Partisë Socialiste janë ata që bëjnë në fakt, e kanë bërë dhe e bëjnë atë që Gramozi bën me të gjithë familjen socialiste. Por e bëjnë me atë numër të vogël njerëzish që kanë në kujdestarinë e tyre. Dhe e kam thënë përpara, e përsëris prapë sot, unë e çmoj punën e të gjithëve, por mbi të gjitha çmoj punën e patronazhistëve. E di shumë mirë që do të thotë ti je kryetar organizate, e di shumë mirë që do të thotë ti je antar organizate, por mund të jesh kryetar organizate dhe mund mos kesh vlerën që ka një patronazhist. Mund të jesh antar organizate në letra, po se ke kur vlerën që ka një patronazhist. Patronazhistët janë antarët e kësaj familje që me punën e tyre, derë më derë, me kontaktet e tyre, me njerëzit që kanë në patronazh, garantojnë pikërisht atë që Gramozi kërkoi sot nga të gjithë. Mos humni lidhjet me njerëzit. Përtej kësaj, unë dua të bëj dhe një dy reflektime lidhur me çfarë u tha këtu dhe me çfarë është thënë gjatë këtyre takimeve dhe me çfarë thuhet apo nuk thuhet mjaftueshëm për Partinë Socialiste. Dhe dua të them që një nga arsyet mbas patronazhistëve që janë krye arsyeja, të paktën të fitoreve që unë kam udhëhequr, një nga arsyet e fitorit të Partisë Socialiste është aftësia për të hapur. Dhe aftësia për të hapur buron në kohë është një nga ato shënimet në ADN-n e Partisë Socialiste, qysh nga momenti i lindjes saj. Nga momenti i lindjes saj, kur Partia Socialiste nuk ndroi thjesht emrin. Nuk kishte një ndrim emri. Emri dhe ndrimi i emrit ishte gjëja më e drejtpërdrejtë, zyrtare dhe përfaqësuese në sytë të tjerëve. Por ishte me ndrimin e emrit dhe ndrimi i qasjes ndaj vetes, i qasjes ndaj shoqërisë, i qasjes ndaj të shkuarës, i qasjes ndaj historisë dhe ndaj të ardhmes. Dhe këto nuk janë fjalë që tingëllojnë bukur, por këto janë fjalë që tregojnë ç'a ndodhi në atë moment ndarje. Partia Socialiste nuk doli si produkt i një krenarie për atë që linte pas. Partia Socialiste doli si produkt i një reflektimi lidhur me atë që vinte përpara. Dhe për këtë arsye, asnjë parti tjetër e krijuar në Shqipëri, lëre ata Hoxha-Bonxhot, që me demek janë akoma kundërshtarët tanë, po asnjë parti tjetër e krijuar në Shqipëri, as partitë më të reja, nuk e kanë dot atë që ka Partia Socialiste në ADN-n e vet, që vjen nga ajo ditë.
nga dita e ndarjes dhe e rilindjes për t'u hapur